Unë e thom shumë haptas këto, që deri shumë vonë bile ka rasta ende që personat me aftësi të kufizume shikohen si gjyna. Nuk janë. Edhe duhet me u ndërprej kjo pjesa që personat me aftësi të kufizume me u shiku si gjyna. Personat me aftësi të kufizume thjesht meritojnë që prej përfaqësuesve institucioneve, prej shoqënisë, prej familjes, me u trajtu barabartë. Edhe rrethi me të cilët ne bashkëjetojmë, këtë rast në komunën e Prizrenit, me kriju gjithë përfshirje për krejt. Se gjithmonë edhe keq interpretohet kjo çështja e aftësisë kufizume, bile unë e kam shumë probleme edhe te çështja e termave. Shumë herë edhe në Asamble Komunale kemi diskutu pse ti insiston me u quajt persona me aftësi të kufizume e jo persona me nevoja të veçanta. Unë, si persona me aftësi të kufizume, nuk e kam asnjë nevojë të veçantë. Unë po e shfrytëzoj objektin, këtë sallë, njëjtë sikur 40 kuvendar tjerë. Thjesht unë e kam një kufizim fizik, ama për një san që nina krenare edhe duna me e thonë është që prezenca jem në politikën lokale, prezenca jem në asamblenë komunale, ka bo që përfaqësues të institucioneve në këtë rast lokale, pjesa e ekzekutivit, po edhe kolegët e mi kuvendar, edhe pjesa e legislativit, me reflektu edhe me pa se sa është e rëndësishme për një person me aftësi të kufizume qasja fizike,